Si e shikoni, zoti Peka, se gjithmonë të çështja e integrimit dhe e raporteve me Bashkimin Evropian tani, do shohim ne masa konkrete, do shohim një shqetësim të shprehur konkretisht? Ka dy nivele çështja e IBAR-it tani. Ka dy nivele marrëdhënies të Bashkimit Evropian. E para është marrëdhënia e Bashkimit Evropian me Shqipërinë si Shqipëri, shqiptarët, dhe e dyta është marrëdhënia e Bashkimit Evropian me qeverinë shqiptare. Kur është marrë vendimi për të hapur kapitujt të negociatave, 34, 35, 34 kapituj, më duket. Kapitujt, çfarë janë vetvete? Janë negociata për secilën fushë që mbulon secili kapitull. Kapitulli i drejtësisë me njërin, i bujqësisë në një tjetër, i arsimit në një tjetër, i patim gjitha fushat. Dhe kur mbyllen negociatat, do të thotë që vendi ka arritur standardet që kërkohen sipas kriterëve të atyre kapitujve. Ky pati ngrit idenë që deri në 2027 mbyllen negociatat e kapitujve. 6 kapituj më duket ka mbyllur Maqedonia që i ka hap negociatat shumë vite përpara nesh. Asnjë s'kemi mbyllur ne. As kemi për të mbyllur. Kapitulli i parë që është kapitulli për drejtësinë, që prek direkt edhe çështën Balluku, edhe imunitetin, edhe spakun, edhe njëri tjetrin, është ai kapitull për të cilin do bëhej një raportim i ndërmjetëm. Dhe ai raportim i ndërmjetëm është pezulluar. Është mesazh diplomatik për qeverinë shqiptare. Unë i siguroj partnerët ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, që Edi Ramës këtej hyn edhe këtej del për mesazhet diplomatike që paktën ato publike nëpërmjet kësaj. Raporti me Shqipërinë shkon përtej raportet me qeverinë. Sepse me raporti me Shqipërinë nuk varet nga qeveritë. Kjo qeveri o do ndjekë atë rrugë siç është menduar që do ndjek, dhe tani është bërë evidente për këdo, edhe për shqiptarët dhe partnerët ndërkombëtar që ta nuk kanë plan të realizojnë ato kritere që lipset të realizojnë, do vinë ata tjerë që do i realizojnë. Kjo është raporti që kanë me Shqipërinë. Në minutat e fundit, unë do doja mendimin tuaj për çështjen e çmiu, përmendët krizën ekonomike në rast të një skenari hipotetik që ndërpriten paratë e pista në ekonominë shqiptare. Po ndërkohë, shumë shqiptarë kanë frikë se çfarë do ndodhi tani, do mund të ketë një krizë ekonomike me situatën në lindjen e mesme, ngushtica e Hormuzit, e gjithë këto, duket se për vende të tjera janë duke marrë masa, për qeverinë tonë nuk kemi akoma në pikën që duhet marrim masa. Rama përmendi sot një ide të një rezerve karburantësh, nuk e di. Si duket gjëra? Ideja e rezerves së karburantëve nuk është ide e Ramës, është kriter që Shqipëria nuk e ka plotësuar. Çdo shtet duhet të ketë 90 ditë rezerva të naftës. Dhe ne nuk i kemi. Duhet të ishin, e ka nisë që në 2018 projekt ligjit për të bërë rezervat në Porto Romano dhe akoma nuk i ka bërë. Nuk është kjo çështja. Shqiptarët duhet ta dinë që 90% e naftës që kalon nëpërmjet atij kanali shkon në Azi, nuk vjen në Europë. Kështu që nuk ka prekje direkte nga kriza. Ajo çfarë ndodh me çmimet është abuzim me tregun. Për shembull, kur blihet naftë, grosistët që blejnë naftë, nuk e blen çdo ditë. Çmimi merret mesatare i 15 ditëve të fundit. Dhe bëhet porosia për 15 ditë. Kështu që çmimi mund të ndryshojë vetëm pas 15 ditësh, po jo me njëherë. Kjo është abuzim me tregun. Pse e lejon Edi Rama? E lejon si merr taksën. Dhe taksa e karburantit në Shqipëri është mbi 1100 lekë, sepse çdo taksë e fshehur është futur tek taksa e karburantit. Pse Kosova e ka karburantin më lirë se Shqipëri? Nga Durrësi vjen edhe naftë. Po sepse Kosova ka më pak taksa se sa ne. Po. Edhe vendet e tjera fqinje e kanë më të lirë se sa ne, sepse kanë më pak taksa se sa ne. Nëse kostoja e naftës që shitet është 800-900 lekë për litër, 1100 lekë merr shteti taksa. Dakor? Kështu që gjitha prallat që thot Rama me këto rritjen e çmimeve me një tjetër, është sistem tërësisht i menaxhueshëm. Ul taksat, ulet nafta. Po për te kësaj, për te qeveria do përpiqet marrë përfitoj çdo lek që do mundet. Po sepse do bëjnë tendra ata, si do vjedhin Belinda me shok, s'dalin parat për të gjitha gjërat. Me këto do vjedhin.
Po në përgjithësi, mund të ketë një në varësi të zgjatjes situatës atje. Në varësi të zgjatjes mund të ketë, sepse janë pasojat dytësore, tetësore dhe zinxhir. Po themi, nga jo, linja mesme është edhe vendi i origjinës një përqindje të madhe të plera kimike, për shembull. Po sidomos kjo. Se janë të gjitha biproduktet e naftës, me rritjen e çmimit të naftës, sigurisht që do shkojnë. Por qeveria prandaj është. Se detyra e qeverisë kjo është, të mitigojë, të nxjisë zhvillimin ekonomik në vendit, të mitigojë edhe rastet kur ka anomali të tilla. Dhe nuk mund të haloj kostin qytetarëve për gjithçka. Ne e kemi parë në disa raste, ka qenë lufta e Ukrainës, pandemia, në të dy rastet ishte kjo ide që lufta e Ukrainës nuk ka ndikuar sepse Ukraina një gjë eksporton, grurin. Dhe Shqipëria është një vend aq i vogël, aq i relevant në po themi sasitë që ka, sepse i vend 2 milion banorësh jemi ne. Plus që gruaja e Ukrainës pjesa më e madhe shkon në Afrikë, nuk vjen fare në Europë. Por nëse të rritet gruaja, nëse të rriten frutat perimet, të rriten sepse nuk të prodhohen në Shqipëri, sepse ke shkatruar bujqësinë. Edhe ti shiko, gjitha frutat perimet të vinë nga Maqedonia, nga Serbia, nga hapë supermarketet në Shqipëri, nuk e prodhim shqiptar. Pse? Sepse ka shkatruar prodhim. Ne na u rritën çmimet me justifikimin e luftës dhe pandemisë, por nuk na ulën kurrë më pastaj. Po jo, sepse është tendenca e çmimeve, nuk ulën, sepse po të ulën të ardhurat në buxhet. Edi Rama ka marrë me 4.7 miliard dollar buxhetin e shtetit në 2013 dhe ka mbi 8 miliard sot. Si ka rritë sot? Me këto taksa e ka rritë, me rrimën elektrike, me ujin, me taksat e pushtetit lokal, me taksat e pushtetit qendror, me taksa që dihen, me taksa që nuk dihen, me taksa të hapura, me taksat fshehura. Të dalë Edi Rama të thojë shqiptarëve sa taksa janë në taksën e karburantit, janë çmimin e